për të ndarur edhe pak te Mitrovica, ka pas edhe në media, mund të themi akuza, po a ishte fitore e pastër në Mitrovic pa e kam fjalën tek presioni, artilleria e pushtetit. Dhe pse Kurtit I duhej me çdo kusht ajo? Shiko, ai kresh ishte aty, ajo përplasja ishte në Mitrovic. Dorën zemër ishte në Mitrovic, ka pas akuzat e dy anshme. Unë besoj që Mitrovica ka bërë zgjedhjen adekuate, është besoj pa kontestueshëm. Ministri më I mirë I qeverisë Kurti 2 ka qenë pikërisht Fatën Peci. Dhe Mitrovica është komuna me më shumti probleme në Kosovë, është komuna me varfrinë, nivelin e varfrisë më të lartë në vend, dhe një figurë energjike si Fatën Peci e vendosur, besa edhe Trim, besoj që I duhet asaj komune. Fatonin e njoh personalisht kohë të gjatë, domethënë kemi dekada që njihemi me Fatonin dhe gjithmonë ka qenë kështu, domethënë djalë energjik, djalë që dëshiron ti lëviz gjëra, ti çoj përpara dhe fatkeqësisht PDK-ja nuk ja arriti sepse kishte një figurë mjaft të rëndësishme të saj në Mitrovic, Zoti Tahiri për fushatën dhe garën. Jo, po e ceki domethënë Bedri Hamzën që ishte para tij, ishte ministër, nuk ja arriti, po pa diskutim gjetja e këtyre zgjedhjeve, figura që dolin në pah, që u bë politikan I rëndësishëm në këto zgjedhje, pa diskutim që është Arjan Tahiri. PDK ka arritur ta krijojë një personalitet në radhët e saj, I cili do të thotë fjalën e vet brenda kësaj partie në vitet e ardhshme. E shohim si figurë që për një moment arriti t'i nxjerr telashe probleme shumë të mëdha, një nga persona më të votuar në Kosovë. Të mos harrojmë para 9 muajve Fatën Peci ishte personi I 5 më I votuar në Kosovë. Domethënë hiç trekrerët e partive, vetëm Glau Konjuca ishte më I votuar, pastaj vinte Fatën Peci, që megjithatë kishte një rezultat të jashtëzakonshëm në zgjedhje dhe arriti ta shty deri në limitet e fundit, domethënë për pas balotazhit arriti edhe aty deri në momentet nuk I dihej, rezultati ishte shumë afër. Kjo nënkupton që megjithatë një politikan I ri ka lind në Kosovë dhe ai është ka lind, po tham në aspektin figurativ se ai është pak më shumë se sa të lind. Po është një politikan I rëndësishëm që do të bëhet I rëndësishëm, është bërë realisht, do të bëhet edhe më I rëndësishëm në vitet në vijim dhe kjo është e mirë edhe për PDK-n. Me kaq shumë superlativa sa ju folët për zotin Peci, ndoshta Kurti po ta kishte vendosur në Prishtinë mund të kishte fituar. Por Jo, nuk e besoj. Jo, nuk e besoj që Fatulli do të fitonte në Prishtinë, pasi që gara në Prishtinë është ndryshe. Do të thotë Prishtina ka qenë kohë të gjatë bastion I LDK-s, pastaj u thye pas 15 viteve, dikun ka 2013-14 u thye nga vetëvendosja. Mirë po ende vetëvendosja nuk ka qeveris pastaj mirë Shpend Ahmeti, kishte pritje të mëdha që do të qeveriste mirë, nuk qeverisi mirë, I mori 2 mandate, mandatin e dytë posa e mori e trahtoi në farë mënyrë vetëvendosjen, u largua nga partia dhe nuk qeverisi qysh ishin pritjet dhe vetëvendosja vazhdon ta vuajë këtë. Në anën tjetër kemi një bashkim 2 mandatet e fundit, kemi një bashkim të 2 forcave kryesore pas vetëvendosjes PDK-s dhe LDK-s në Prishtinë dhe Përparim Rama është kryetar I zgjedhur me votën e PDK-s edhe në 2021-ën edhe tash. Domethënë pa atë votë Përparim Rama nuk do të zgjidhej, mirë po kur do t'i dilte përballë do të ishte shumë vështirë ta mposhte për shkak se kemi të bëjmë me bashkim të 2 forcave dhe forca sidomos ta PDK-s ditë jenë shumë lojale ndaj strukturave të veta. Dhe kanë dëgjuar një pjesë konsiderueshme, kanë dëgjuar dhe arritën ta poshtin sërish. Ju folët pak më lart për Arjan Tahirin si një figurë të re politike që ka lindur, që doli nga këto zgjedhje, por ndoshta më shumë probleme brenda partisë tij me këtë mandat që fitoi. Tani mund të hap Përparim Rama për Abdigjikun apo jo? Besoj do të ishte interesant, nuk e di sa ishte I lumtur Abdigjiku që Rama fitoi. Ta shohim, këtë do të jetë shumë interesant pasi që